qytetërisht e ri që kanë ndryshuar pjesën E vërtet, po. Po, është me të vërtet fantastik. Apo do thoni ju, çfarë ka ndryshe që treshi i ri? Që treshi i ri është më dinamik dhe më muskulos se kurrë. Një vi horizontale fort shpatullash, lidh dritat e përparme me ato të pasme, duke krijuar lojë drite dhe hije. Fryrjet e fuqishme midisjet e përparme dhe të pasme janë një homazh i qartë i ADN-s legjendare, Audi Quattro. Po dizajni, çfarë ka të veçantë? Është një dizajn që flet vetë, i fort, sportiv dhe shumë i rafinuar. Çdo linjë ka qëllim, çdo detaj thekson karakterin SUV. Është si të zgjedhësh kravatën perfekte. Të jep prezencë dhe status. Por sa digital është realisht ky përjetim i ri? Audi Q3 i ri është shoku yt digital i përditshëm. Për herë të parë, Audi ka sjell Digital Stage nga klasa e madhe në segmentin kompakt. Ekrani panoramik dhe MMI touch formojnë një kokpit të orientuar drejt shoferit, intuitiv dhe modern, që të jep ndjesi hapësire dhe kontroll total. Mirë, por si arrin të jetë kaq komode edhe atëherë kur adrenalina rritet? Sekreti është amortizimi i ri me damper të rregullueshëm. I fort kur ke nevojë për stabilitet, i butë kur kërkon rehati. Sistemi i ri me 2 valvula garanton balancë perfekte dhe një eksperiencë drejtimi që përshtatet me ty në çdo moment. Tani duhet ta shihni nga afër. Dhe ja ku është. Audi Q3 i ri.